pasi nuk kemi qenë asnjëherë kaq afër realizimit të një ëndre historike, por nga ana tjetër pasi është e nevojshme që të jemi të gjithë vetëdijshëm se këto hapa të fundit të 3-4 viteve që kemi përpara janë edhe më të vështirat. Janë dhe më të vështirat sepse është faza kur duhet të përputhim të gjithë organizmin ton shtetëror me organizmin e Bashkimit Evropian në aspektin jo vetëm të ligjeve, po dhe në aspektin e standardeve. Dhe në ndërkohë që na duhet kjo vetdije edhe na duhet që ta ndjejmë gjithë bashku këtë përgjegjësi, Partia Socialiste, familja jonë politike duhet përballet pa e humbur kthjellësinë edhe pa e humbur për asnjë moment motivimin për të shkuar çdo ditë më shpejt përpara me një tërësi forcash edhe faktorësh që janë tërësisht kundër nesh. Forca dhe faktor politik, mediatik, social në sensin e pranisë në rrjetet sociale, që prodhojnë dhe shpërndajnë në mënyrë maramëndse gënjeshtra, gjysmë të vërteta, që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, akuza, lajme të cilat edhe kur nuk janë të pavërtet, janë vendosen aty në një proporcion tërësisht të zhdrejtë me realitetin.